Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Shikoni realitetin e fakteve dhe nëse nuk jeni mirë ndryshoni drejtim. Dashurit vinë dhe shkojnë, insistimi do të ishte i gabuar, le të flas zemra vetëm, për beqarë sot do të jetë një ditë e pazakont, mbase nuk e dini se çfarë dëshironi, por përpiquni ta zbuloni. Sfera e punës nuk është aq e keqe dhe ju po vendosni themelet për të ardhmen. Demi. Një projekt afatgjat po bën përparimin në shumë prej jush, por do të shqetësoj vetëm ata që kanë një dashuri të qëndrueshme. Beqarët që i afrohen një personi do të duhet të sigurohen nëse nga ana tjetër ka shpresa, po kërkoni një bonus të vogël nga pikpamja ekonomike. Binjakët. Sot duhet të përpiqeni të shmangni diskutimet me terma sentimentale. Do të jetë një ditë e hapur për pasione dhe impulse emocionale. Beqarët nuk janë në kërkim të dashurisë për jetën, por thjesht duan të provojnë emocione dhe mund të mos japin garanci. Shpesh keni tendencën të krijoni probleme pune në jetën tuaj private. Gaforia. Çiftet e konsoliduara që kanë kaluar një krizë të vogël sot do të jenë në gjendje të tej kalojnë. Kaloni çështjet e parëndësishme dhe shmangni polemikat. Beqarëve do t'i duhen arsye të mëdha për të mos hequr dorë. Ata që kanë punuar shumë tani kanë arritur diçka më shumë dhe e meritojnë atë. Luani. Sot do të ndjeni nevojën për t'i besuar një personi miqësor mbase për të njohur me situatën tuaj sentimentale. Por mos zbuloni sekrete shumë intime. Beqarët do mund të bëjnë një marrëveshje me një dash dhe do të shohin disa të mira. Shmangni diskutime duke hequr dorë dhe të kërkosh qetësi. Planetet ju ftojnë të krijoni marrëdhënie me njerëz me ndikim. Virgjëresha. Do të jetë një ditë e rëndësishme edhe për marrëdhëniet shoqërore. Mërkuri është në pamje të shkëlqyeshme dhe kjo mund t'ju vënë në gjendje të provoni ndjesi të veçanta. Beqarët nga ana tjetër do të duhet të përpiqen të shmangin melankolinë, që shpesh i bën ata të ndjehen të vetmuar. Nëse doni të zgjeroni horizontet tuaja, kjo është një kohë e mirë për ta bërë atë. Peshorja. Çifte që duan njëri tjetrin mund të kenë përjetuar një krizë për shkak të faktorëve të jashtëm. Ka të ngjarë që njëri prej të dyve ka përjetuar dyshime dhe pasiguri. Zemrat e vetmuara do të kenë energji për të shitur. Do të bëni shumë përparime në punën tuaj. Akrepi. Dashuria po rikuperohet, edhe nëse tensionet e ditës do t'ju bëjnë të kuptoni nëse një dashuri është më mirë ta mbyllni ose ta çoni përpara. Sot beqarët do të duhet të qëndrojnë më shumë me të tjerët dhe të shoqërohen. Është mënyra më e mirë për të rikthyer në lojë. Shumë mund të kenë disa grindje me prorët, përpiquni të kapërceni këtë moment të pakëndshëm. Shigjetari. Do të duhet të bëni gjithçka me qetësi të madhe. Rreziku sot është ai i futjes në një gjendje alarmi për shkak të tensionit. Shumë beqarë mund të zemërohen nëse diçka nuk është e duhur dhe të bëjnë një zgjedhje të pakuptim. Shpesh zgjedhjet tuaja favorizojnë dëshirat e të tjerëve, pasi jeni të vendosur. Britsjapi. Nëse keni personin e duhur në krah, pasioni do të rritet dhe ndjenja do të thellohen. Nëse jeni ende në kërkim, mos e nënvlerësoni një njohje që mund të duket e zakonshme. Ka potencial të madh. Kjo është një ditë shumë e favorshme për marrëveshje dhe projekte të reja. Vëmendja ndaj detajeve do të bëjë të bini në sy në një takim të rëndësishëm profesional. Ujori. Ndjenjat do të jenë të ndërlikuara. Nëse jeni në një marrëdhënie të re, mund të ndjeni të pasigurt. Mos u ngutni në gjykime. Beqarët mund të ndjejnë një dëshirë për ndryshim. Jepini vetes hapësirë për të eksploruar. Kreativiteti është i lartë sot. Ide të reja mund të sjellin mundësi të papritura në punë. Keni besim në intuitën tuaj profesionale. Peshqit. Hëna ju favorizon në dashuri. Është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Për çiftet, dita sjell qetësi dhe mirëkuptim. Për beqarët, një takim interesant mund të ndodhë në një vend të papritur. Progres i mirë në një çështje që ka kërkuar durim. Jeni afër realizimit të një objektivi të rëndësishëm. Mos u dorëzoni tani. Horoskopi në Top Albania Radio.